Viti 2026 është kthyer në makt për Xhoj Nuredinin pasi në janar plotësoi një ëndër. Qendërsulmuesi 18-vjeçari Genoas mund t'i nështrohet operacionit që do sjellte largimin nga fusha e blerët pothuajse gjithë vitin. Ishte ndeshja e primaverës ku Genoa U20 priste Milanin U20. Nuredini la fushën e dëmtuar rënd në minutën e 10 ndërsa lajmi më i keq i mundshëm u njoftua. Debutimin në Serie A ja bëri të mundur trajneri Daniele De Rossi. Ky i fundit e futi në fushë ndaj Parmës më 18 janar në sfidën e mbyllur pa gola, dhe pse për pak minuta në fushë, ëndra e Nuredinit u bë realitet me Genoan. Ja dhe njoftimi i klubit. Sot futbollisti Xhoj Nuredini ju nështrua një skanimi me rezonancë magnetike të gjurit të djathtë pas dëmtimit që pësoi të shtunën gjatë ndeshjes Genova-Milan Primavera. Skanimi zbuloi një koputje të ligamentit të kryqëzuar anterior. Nevoja për ndërhyrje kirurgjikale do të vlerësohet në ditët në vijim.